Le të lidhemi me Gjibanin, ta pyesim. Përshëndetje Gjibani, më dëgjon? Përshëndetje. Atëherë, ti ke dalë të prajmin e të martës për shkak të gjendjes shëndetësore të babait tënd. E dim që është jashtë rreziku, siç e ke pranuar, e ke thënë edhe vetë në rrjetet e tua sociale, do donim të dinim si është tani, si është gjendja. Gjendja është shumë mirë, babi është kthyer te shtëpia, ka pas probleme me zemrën babi, ka kaluar infrakt në zemër para një 10 vjeç kur ka qenë në Greqi dhe ka pas ca komplikime. Pastaj ka pas ca probleme me, nuk e dia, ka qenë fiks shëmir cerebrale, por që i ka hik pjesë e gojës për ca kohë, pastaj tani është mirë, ka recover. Na vjen mirë, si e ke përjetuar ti daljen nga shtëpia e Big Brother dhe nisje në mënyrë kaq të shpejt drejt Londrës? Emergjente. Ka qenë episodike, s'ka qenë lehtë, ka qenë shumë e vështirë. Para punës, kur kam dalë, kam qenë duke u djeg, kam qenë me temperaturë, me 39 temperaturë me ethe, edhe sigurisht që e gjithë shëndërimi, domethënë gjithë kur hik në një ambient që e përjeton në mënyrë kaq intensive, shkon diku tjetër, nuk e di ku ta kesh menjen, pastaj me babin nuk e dija se sa serioze ishte situata, megjithëse fola me familjen edhe përpoqën të më qetësojnë. Sigurisht që ka qenë kjo gjithë udhëtimi, biles një orë e gjysmë para se më arrit në Londër, më ka radhë të fikt nga tensioni i ulët i gjakut. Dhe nuk s'kam qenë shumë mirë, me thënë drejtën, po faleminderit Zotit që kam pas njerëz, janë gjendë njerëz shumë të mirë afër, më janë gjendë dhe më kanë dhënë edhe mbështetje psikologjike, po edhe mbështetjen që më është dash shëndetësore. Është bërë virale një moment i joti para se të dilje, ku ke thënë, a është një rreng, a e mendoje, ti e ke sqaruar, a e mendoje në të vërtet? Sigurisht gjitha i kam mendu. Në atë moment i kam mendu gjitha, se nuk kam dash të besoj, nuk kam dash të besoj që babi kishte pësu diçka dhe që babi kishte pas emergjencë shëndetësore. Gjitha i kam mendu, nuk e mbaj veten time as për naiv, as për njeri i cili han që ati japin. I kam mendu gjitha, pavarësisht se marrëdhënia ime që kam pas me Ledionin dhe me produksionin ka qenë gjithmonë shumë e pastër nga ana e tyre, ka qenë shumë korrekte nga ana e tyre, po mendja për keq më ka shkuar normalisht, domethënë nuk është se nuk jam i djallëzuar në këtë aspekt që mos më shku mendja, jo, i vej gjithë në tavolinë kur mendoj. Shiko, pasi ke dalë, ke shprehur mirënjohjen tënde për Gjesin, që ka qenë një nga të vetmit që të ka uruar për babain. Ka pasur ndonjë banor që të ka zhgënjur aty brenda për sjelljen ndoshta më të ftofët, ndoshta Dania? E para punës nuk mundet nga njëra anë në prime të kritikojmë e të gjykojmë që nuk duhet ta stiflas fare Dania, se të merrem me Dania, nga ana tjetër të duhet të përgjigjem pyetje në për intervista. Tani ose do ta lejmë Danien rehat, ose nuk do ta lejmë Danien rehat. Unë kam vendosur ta lej Danien rehat, kështu që nuk dëshiroj të përgjigjem kësaj pyetje në mënyrë specifike. A ka pas banor tani që më kanë zhgënjur, por nuk besoj se më zhgënjen më njëri në këtë format, me këtë hipokrizi, me këtë dyftërsi, biles nuk më zhgënjen më as të ftuarit nëpër studiot televizive, edhe në studion tënde për shembull, nuk më zhgënjen më, jo më pjesëmarrësit të shtëpia e vllajt madh. Kujt i referohesh? Po i referohem atij Anaitis, që ka emrin ai, mos t'i jap ndonjë epitet tjetër. Okej, është një episod tjetër. Gjibani, do doja të pyesja edhe për gjithë situatat e fundit në shtëpinë e Big Brother. Si i ke parë situatat? Jepja pak ati zotërisë aty se që nga i egzaltuar, jepja pak lutëm i pyetje, ti përgjigjem. Të lutem, Gjiban.
Për shembull, si e sheh daljen e Eglit, një koment për gjithë dinamikat e fundit në shtëpi. Dalja e Eglit është një dalje të cilën po mos më kishte ndodhur ky problemi me babin, shumë e mundur që me një tjetër proporcion, me një tjetër dimension mund të më kishte ndodhur mua, sepse aty i cili do ndjen për dikënd, vetë flijohet e vetë sakrifikohet, nuk është gjë e dur për të bërë, atë është gjë më e keqe që mund t'i bëjë dikush vetes tij, strategjia më e keqe nëse që nuk është strategji. Egli në fillim ka qenë, i ka fërku kokën deri diku për strategji, pastaj ngeci mrena, dhe unë kam thënë qysh nga fillimi, kudo që më çdo mundësia që Egli ka ndjer për atë njeriu. Kështu që dalja e Eglit ka pasu ato emocionet e forta edhe zhgënjimin e saj. Egli është fajtore e vetes vetë apo është gjithsesi fajtor për gjendjen e saj? Jo, as kërkush nuk është fajtor, as Egli nuk është fajtore që ka ndje dhe ka pranu që ka ndje, as Gjesti nuk është fajtor që ka gjetë shesh e ka thyp shesh, sepse Gjesti është lojtar profesionist dhe për këto e mburin edhe fancat e përkrasit e tij. Nuk i vetë do të dikujt faj, janë thjesht emocione që akumulohen, janë thjesht emocione që vrasin atë i cili i ushqen, atë i cili i mban në shpirtin e tij. Egli ka ndje për Gjestin, kjo është e vërteta edhe daset. Okej, faleminderit Xhiban, unë të uroj gjithë të mirat, uroj që dhe babi jot shërohet sa më shpejt. Ti kur do të kthehesh në Shqipëri? Për momentin, janë një javë herë se s'bën jam këtej, që du të jem, domethënë du të ri këtu edhe një javë se s'bën. Po kam ca inqizime, kam ca videoklipe për të bëme që domethënë babi është shumë më mirë. Normalisht të vazhdoj dhe unë me programin, po e di si është Londra me Tiranën, si me qenë me autobus. Si Tiranë-Durrës është, Xhiban? Po, si Tiranë-Durrës është fix, 5 aeroporti që ka këtu fitojnë të kështu që. Të falenderoj shumë, Xhibani, unë të uroj shumë suksese. Falenderit shumë. Ne do të kalojmë në publicitet, shihemi pas pak. Falenderoj dhe të ftuarit e tonë të dashur, falenderit Francesca, falenderit Arbe, falenderit Ina. Kalojmë në publicitet.